Përshëndetje, miqtë e vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale, më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe tani do të bëjmë një pyetje. Çfarë ndryshimesh të reja do të vinë së shpejti në jetën tuaj? Pra çfarë do të ndryshojë në jetën tuaj së shpejti? Dhe këtë do ta zbulojmë me tarot, gërmat dhe shenjat. Pra çfarë ndryshimesh do të vinë në jetën tuaj, që do të ndryshojnë jetën gjitha anës. Letra e botës më tregon një mbyllje të një cikli dhe një transformim të madh që do të bëni në jetën tuaj. Jeni pak person egoist, por keni një ego të fortë, pozitive. Mbrojeni nga rrota e fatit. Rrota e fatit tregon transformim në gjitha fushat, në shëndet, një shëndet i mirë i mrekullueshëm, në bollok, financa të mira dhe në dashuri. Një lajm në këtë oazë hapet për dritare, ju vin në dorën tuaj tek pjesa e bollokut. Dhe të dy, bashkë me personin që keni pranë, jeni shumë falendërues dhe mirënjohës universit për këtë lajm të mirë tek pjesa e bollokut dhe e pjesës sentimentale. Sepse keni gjetur paqen, keni gjetur qetësinë, keni gjetur harmoninë, keni gjetur gjithçka që ju ka munguar. Një lajm shumë i befatishëm, shumë i papritur, vjen në dorën tënde në këtë kupë ka gjën nga ky pëllum i paqes. Ky është një lajm transformimi, pra një lajm ndryshimi në të gjitha aspektet e jetës, në pjesën e dashurisë, do të keni ndryshime pozitive dhe në pjesën e financave, pjesën e bollokut të parave. Sepse shpeshherë keni qenë pak i stresuar, por ju jeni dashuri, keni të madhin e dashurisë. Dhe të gjitha gjërat duhet si kaloni me atë pjesën e pastrimit të botës tuaj të brendshme. Pra, i flisni fëmijës tuaj të vogël që keni brenda vetes në subkonscient. Sepse në këtë moment, në infinit, ju do të keni duart plot me moneda. Do të jeni të zhytur në këtë paqe dhe në këtë bollok financash. Gjithmonë me paqe, me këtë punë paqe në dorë. Me kë rezonon kjo histori, kjo energji, me gërmën Y, me gërmën D, gërmën U, Q, S, O, R, T, C, F, G, Një, Q dhe gërmën K. Kurse me shenjat e horoskopit mund të rezonoj, është energji e përgjithshme dhe nuk rezonon me të gjithë, me brisjapin, me ujorin, me peshqit, peshore, akrep, shigjetar, dash, dem, ligjëresh, gafore, steloan. Faleminderit shumë, miqtë e mi. Mos harroni të më bëni subscribe, një like dhe një thank you të vogël poshtë videos.